Një zjarr ka rënë pasditën e djeshme në periferi të Ksamilit. 10 forca zjarrfikse me 4 automjete dhe 2 autobot u angazhuan për të shuar flakët. Errësira dhe terreni ka vështirësuar punën e zjarrfiksëve, të cilët arritën të izolonin vatrat pak pas orës 3 të mëngjesit. Për të monitoruar zonat e prekura nga zjarret në jug të vendit janë angazhuar dhe dronët Bayraktar TB2, ngritur nga baza ajrore Kuçovës. Përmes tyre janë transmetuar në kohë reale të dhëna të detajuara mbi përhapjen e zjarreve. Në 24 orët e fundit, emergjenca civile thonë se evidentuan 18 vatra zjarri në 12 bashki. Megjithatë, zjarret kanë ndjekur rreth 35.9 hektar sipërfaqe, kryesisht me shkure dhe bariște. Në operacionet për shuarjen e zjarreve u angazhuan 266 forca operacionale, 35 automjete zjarrfikse dhe helikopteri Cougar i forcave të armatosura. Kjo e premte shënoi edhe një tjetër tërmet, por pa pasoja. Gjithashtu mëngjesin e sotëm raportuan 2 lëkundje tërmeti, e para me magnitud 3.9 të shkallës së Richter me thellësi 15 km dhe epiqendër në Fushkrujt, Durrës, dhe e dyta me magnitud 3.8, thellësi 15 km me epiqendër në Zallher, Tiranë. Nuk ka dëme në njerëz apo ndërtesa. Emergjencat shtojnë se në qarkun e Fierit rreziku është më i lartë për zjarre dhe më i moderuar në qarqet e tjera.